Po e kaloj tek Dorina sa i takon Këshillit Bashkiak që e kërkoi shkarkimin dhe bëri të mundur shkarkimin e zotit Veliaj dhe më pas kaloi edhe në Këshillin e Ministrave. Antarët e partisë tuaj, si kanë votuar? Në parlament e keni fjallën. Jo, nuk keni asnjë këshilltar? Ne nuk kemi, po sigurisht forcat opozitare, ne nuk kemi marrë pjesë në zgjedhje lokale. Është hera e parë që marrim pjesë në zgjedhje lokale në Cerrik, për cilin nuk dua të flas shumë sepse jemi në heshtje zgjedhore sot, ne kemi zgjedhje nesër. Ne presim që qytetarët të mbështesin ndryshimin nesër. Por ajo që është e diskutueshme, mendoj të gjitha sa përmendi parafolsi janë të gjitha si një kështjell rëre në perceptimin tim. Sepse bëhet fjalë për votën e lirë, për sa kohë ne jemi në një vend ku anatemohet në mënyrë të jashtëzakonshme vota e lirë, ku OSBE Odiri doli me një raport të përkeqësuar për partinë në pushtet, kur kemi edhe logjikisht pa ditur gjithsa dim, në qoftë se një parti vjen për herë të katërt në pushtet, sigurisht ka probleme në këtë mes. Dhe sikur forca më e mirë politike le të ishte një rrugë e gabuar. Teksa po vija për në emisionin tuaj, për të shmangur rrugën kryesore që kishte trafik, drejtuesi i mjetit dinte një rrugë alternative. E dini se sa çlirim më shkaktoi kjo? Që ka një rrugë alternative. Është shumë e rëndësishme që kjo të jetë në të gjitha dimensionet e jetës. Ne nuk mundemi më që të ofrojmë shqiptarëve vetëm një korsi të madhe, që duket sikur është partia politike 70-80 vjeçare që vjen nga partia e punës, dhe të themi shqiptarëve vetëm këtu ecni. Faktikisht kjo ka ndodhur në të gjitha ngjarjet, qoftë juridike, qoftë konkrete të ditëve të fundit. Ku ishte Këshilli Bashkiak më parë për ta plotësuar, për të propozuar shkarkimin e kryetarit të vet, që në momentin që u mbushën 3 muaj, siç e parashikonte ligji. Përse veprimet u kryen në momentin që e kërkoi kryetari i partisë? Ku ishte më parë kryetari i partisë? Përse nuk e bëri këtë në momentin që u mbushën 3 muaj, sepse nuk donte të shkaktonte ndoshta një problematik për shkak se kishim zgjedhje në 11 maj. Çfarë ndodh më pas me vendimin e gjykatës kushtetuese? Nuk e dinte kryeministri që kushtetuta parashikon pezullimin e akteve, pezullimin e vendimit deri sa të shprehej gjykata kushtetuese, sigurisht që e dinte. Pra unë mendoj që ne jetojmë këtu sot në një moment ku ka shumë skenare dhe ka shumë skema. Pra qytetarët e kanë humbur besimin tek kjo parti sot.